aspektin e fuqisë ushtarake një dorë. Ka një shkrim të Bloomberg që thot që SBA po mendon që të sjell emigrant të dëbuar nga SBA-ja në Ballkan. Është e rrezikshme kjo apo mund të jetë thjesht një plan? Shtetet e Bashkuara po përpiqen të japin një zgjidhje, një nga premtimet e mëdha elektorale të presidentit Trump ka qenë çështja e emigracionit. Po edhe çështja e emigracionit, ashtu si çështja e luftës në Ukrainë, presidenti Trump nuk mund ta zgjidhte dot as për 24 orë, me gjithë ato përpjekje që mori, sepse janë të gjithë ata emigrantë, të cilët edhe nëse do të synohet për t'i dëbuar, po i themi, Amerika pavarësisht këmbgulit presidenti Trump ka ca mekanizma ligjor që mbron liritë të drejta të tyre, janë gjykata të tjera. Kështu që ai me sa duket po përpiqet të bëjë atë modelin italian, pra modelin që bëri Italia me Shqipërinë, pra me bazën e gjatrit, apo me një model që po bën Suedia me Kosovën. Pra Shqipëria dhe Kosova faktikisht i kanë dhënë mbështetje partnerët vetë në zgjidhjen e këtij problemi, kështu që nuk diskutohet për Shqipërinë dhe Kosovën. Këtu diskutohet Serbia dhe disa shtete tjera, dhe është një mekanizëm që mund të mundsoj, normalisht gjithë fondit, gjithë buxhetit, gjithçka do të financohet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por mund të jetë një mekanizëm i ndërmjetëm, pra deri në fazën e përmbylljes së gjithë procedurave për kthimin e këtyre në vende të tjera, por duke mos i lënë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse ata kanë quajtur kërcënim për sigurinë. A bëjnë kërcënim për sigurinë e vendeve të rajonit? Nëse këto respektohen vendosjes standarde sigurie, pra në varg nga statusi, këto do bëhen me marrëveshje, le të marrim edhe modelin midis Shqipërisë dhe Italisë. Pra ata do të jenë në përkambe të mbyllura, mund të të menaxhojnë këto qendra, të menaxhojnë nga vetë personel i Shtetit Bashkuar të Amerikës. Kjo do duket pastaj, ajo është një tezë e hedhur, por nuk është se është konfirmuar nga burimet zyrtare, megjithëse ajo agjenci që e ka thënë shpesh i reprovohet, domethënë është e besuar në këtë fushë, po me sa duket Shtetet Bashkuara po e shohin një model të tillë për ta bërë me vendet e Ballkanit, por kjo nga ana tjetër do t'i mandë Shtetet Bashkuara të angazhuara më shumë në Ballkan, sepse ka edhe një mundësi që Shtetet Bashkuara, siç po largohen nga Europa, siç po largojnë forcat e tyre dhe bazat nga Europa, mund të largojnë edhe nga Ballkani. Ballkani, ndryshe nga Europa, ka një siguri shumë të brisht, pavarësisht se investimeve që janë bërë në pjesa më madhe janë anëtarët e NATO, Bashkimit Evropian. Kështu që duke qenë kjo mundësi, mund të jetë një mundësi edhe për masa sigurie shtesë të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe për ta mbajtur, për të mos larguar vëmendjen nga Ballkani. Po mendoja si fitim